Të intervju për këtë bisedë. Faleminderit. Kthehemi sërish në studio, do t'i kthehemi edhe procesit zgjedhor, konkretisht kuvendit të Kosovës, kur pritet të konstituohet dhe çfarë pritet prej legjislaturës së nënt, bazuar në listat e deputetëve që janë konfirmuar prej rezultateve përfundimtare që u shpallën prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, këto dhe projektligjet me rëndësi dhe veprimet e deputetëve tashmë me rëndësi, do t'i flas me Melos Kolshin nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Mirë se erdhe. Jemi të prit tash çka mund të vendosë Gjykata Supreme për ankesat e subjekteve të përfshime në procesin zgjedhor, nëse vendos sikur PZAP-ja i hapet një farë rrugë certifikimit, po nëse vendos të kundërtën, sa mund të presim sërish për konstituim të kuvendit? Atëherë konstituimi i kuvendit dhe gjithë kjo procedura me cilën vetë se jemi duke u përballur si Republike e Kosovës, kjo është pritur edhe nga gjithë, është pritur që të përshpejtohet dhe që të kemi ashtu një ritëm sa më të shpejt, mënyrë që rezultatet zyrtare të dalin sa më shpejt, e rrjedhimisht të kemi edhe institucione sa më shpejt. Mirë po, këtu dim edhe shtojmë faktin që në legislaturën e kaluar, dhe më thonë tash po i bie në legislaturën e 8, Kuvendi i Republikës së Kosovës e ka miratu ligjin për zgjedhje, ligjin e ri, që është parë si një reformë e re zgjedhore, prej të cilës reformë është pritur një përshpejtim shumë i madh ashtu në lidhje me secilën nga procedurat dhe nga afatet të cilat vetë kanë qenë të përcaktuara. Mirë po, realisht në praktik nuk është që kemi parë ose kemi vrejtur atë përshpejtim dhe kemi pas... Jemi në disa procedura që kanë të bëjnë me aspektin ligjor, u shpallën rezultatet përfundimtare prej KQZ-s, u harxhun edhe mundësit për ankesa në PZAP, i refuzoi që të gjitha PZAP-ja, tash vetëvendosja ende nuk e ka dorëzuar në Supreme, po e ka konfirmuar sot për televizionin që do t'i drejtohet Supremës me të njëjtat kërkesa për rivotim me post, edhe Petrit Hajdari, kandidat për deputet i PDK-s, veç se ka ushtruar këtë drejt. Ashtu që janë afatet ligjore. Se përket afateve ligjore në lidhje me Gjykatën Supreme, atë Gjykata Supreme i ka 30 për të vendosur në lidhje me ankesat e deputetëve ose subjekteve politike, në mënyrë që t'i hap rrugë dhe certifikimit zyrtar dhe shpalljes e rezultateve zyrtare të zgjedhjeve, në mënyrë që mandej të kalohet edhe tek procedura tjetër dhe t'i hap rrugë procedurave tjera të cilat kanë të bëjnë me konstituimin fillimisht të kuvendit, e mandej edhe me formimin e qeverisë, që presim që të kemi një qeveri dhe institucione sa më shpejt të formuara e mos të abuzohet ashtu me besimin të cilin qytetarët e Republikës së Kosovës i kanë dhënë secilit deputet dhe secilit subjekt politik që ka marrë vendin në kuvendin. Pat shumë kritika për KQZ-n për zhagitjet procesit numërimit, tash partit kanë të drejtë të ankohen, po apo i shërben vonesave edhe qasja e partive politike ndaj rezultateve zgjedhore. Është shumë e rëndësishme të kuptohet një fakt që rezultatet zgjedhore duhet që të jenë të pranueshme për të gjithë. Afatet kohore janë afate ligjore, janë afate të cilat janë të koordinuara e po ashtu janë të garantuara me legjislacionin në fuqi. Kështu që secili subjekt politik dhe secili kandidat me ato korniza ligjore të cilat i lejohen, ka të drejtë që parashtrimet e tij ose ankesat ose kërkesat ose çka do që i ka t'i parashtroj në organet kompetente në mënyrë që të kemi rezultatet të pranuara nga të gjithë. Është shumë evidente dhe është shumë rëndësi fakti që të kemi rezultatet zgjedhore të jenë të pranuara nga secili subjekt politik, në mënyrë që të rritet edhe besimi qytetare, mos të kemi ashtu zbehje të besimit qytetar në rezultatet zgjedhore, për arsye që kjo ndikon edhe në zbehjen e daljes së votuesve në zgjedhjet e ardhshme të cilat vetë janë rregullta ose ato të jashtëzakonshme. Nëse vërtetohen si të bazume ankesat e vetëvendosjes për rivotim me post dhe nëse vendoset që të ketë një proces të tillë, sa mund zhagitet pastaj çështja e organizimit, çështja e dërgimit të fletvotimeve prej diasporës, çështja e numërimit dhe pastaj edhe shpalljes së rezultateve që derivojnë prej votimeve të reja. Atëherë kjo situatë kërkon një organizim të ri. Organizimi i ri kuptohet që kërkon kohë.
ndërsa kjo kohë presim dhe vlerësojmë që duhet jetë sa më shpejt e mundshme, në mënyrë që të i hapet rrugë formimit të institucioneve, mos të ketë vonesa e zhagitje nga secili subjekt politik ose për formimin e institucioneve, për arsye që formimi sa më shpejt i institucioneve i kontribon një kuvendit demokratik, i kontribon të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, e mënyrë që mos t'i krijohet rrugë ashtu edhe krizave, praktikave të reja negative të cilat nuk vlerësoj dhe besoj që nuk kemi nevojë si vend që të përballemi me to sërish. Tash me rezultatet aktuale që i kemi në dispozicion, i dim edhe deputetët e rinj të legjislaturës së 9. Ka deputet që kanë qenë shumë aktiv në legjislaturën e 8 dhe si janë pjesë e kuvendit, dhe ka deputet që kanë qenë pasiv dorën zemër në kuvend dhe kanë siguru sërish ulse. Qysh e parashikoni si IKD performancën potenciale të legjislaturës që po vjen? Secili deputet i Republikës së Kosovës në momentin kur merr besimin qytetar, ai ka detyra dhe ka obligime të cilat i vijnë atij deputeti nga kushtetuta, gjithashtu edhe nga ligjet të cilat janë në fuqi. Secili deputet ka për obligim që interesat e qytetarëve t'i përfaqësojë në mënyrën më dinjitoze të mundshme në kuvendin e Republikës së Kosovës, andaj secili deputet ky aktiviteti unë besoj e vlerësoj që nuk do duhet të ishte temë në një vend demokratik. Faktikisht ka qenë për 4 vjet. Ka qenë, realisht ka qenë, edhe ne jemi marrë ashtu, jemi marrë intensivisht me këtë temë dhe me këtë çështje dhe merremi çdo vit dhe çdo legjislaturë, mirë po realisht nuk do duhet të ishte temë për arsye që secili deputet kuptohet që është i votuar dhe ju ka besuar ai vend dhe ajo ulse në kuvend nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Andaj, mos aktiviteti i deputetëve në kuvendin e Republikës së Kosovës e përbën një mos përfaqësim dinjitoz të deputetit ndaj qytetarëve të cilët vetëse i kanë dhënë. Përveç obligimit edhe shpresës që të ketë më shumë aktivitet kuvend, a parashikoni saktësisht diçka të tillë? Sa i përket kuvendit të Republikës së Kosovës në legjislaturën e 9, realisht parashikojmë ose më mirë të them presim një kuvend më demokratik, një kuvend i cili veprimet e tij nuk bien ndesh me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, një kuvend i cili veprimet e tij nuk bien ndesh me legjislacionin i cili është në fuqi, gjithashtu me rregulloren e kuvendit. E presim një kuvend ku do të mbizotronte gjuha e përbashkëtë, gjuha bashkëpunuese mes partive politike e gjithashtu mes deputetëve të kuvendit Republikës së Kosovës. Presim një kuvend i cili problemet të cilat kanë qenë në legjislaturën e 8 që disa prej tyre i përmenda, e ka shumë për t'i përmend, do të duhet të evitohen. Presim një kuvend ku do të ketë një bashkëpunim mes mazhorancës dhe mes partive opozitare, gjithashtu me komunitetet jo shumicë për arsye që dim dhe kemi qenë dëshmitarë të shumë problemeve të cilat nuk i kanë hije një parlamenti demokratik. Kemi pas problemet të ndryshme, mbi gjitha kemi pas edhe problemin dhe eskalimin në kuvendin e Republikës së Kosovës, ku deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës eskaluan edhe në përleshje fizike, e mandej është detyruar edhe që të fillojnë edhe procedura penale në lidhje me ata deputete. Kjo nuk i bën mirë, domethënë, një kuvendi demokratik as në arenën vendore, as në arenën ndërkombëtare. Kështu që kemi pas edhe shumë praktika tjera negative, për shembull kemi pas kushtëzimin e kryeministrit të Republikës së Kosovës ndaj partive opozitare që përgjigjet në pyetjet parlamentare nëse veç votohen marrëveshjet ndërkombëtare. Kjo është një praktikë e re negative që nuk e kemi parë askund në ndonjë kuvend ku mbizotron demokracia e ku mbizotron sundimi i ligjit e i kushtetutës. Kështu që secila nga këto efekte negative presim që të mos përsëritet e secili nga këto realisht dështimet të cilat vetë i kemi parë në legjislaturën e 8 të mos merren model që të përsëriten në legjislaturën e 9 ose në asnjë legjislaturë tjetër. Nëse kërkoj falje, do të shkëputemi veç për pak marketing për të rregulluar disa çështje teknike dhe të kthehemi të diskutojmë sërish për kuvendin dhe punët që e presin ata.
Kthehemi në studio për ta vazhduar bisedën me Melos Kolçin nga IKD-ja. Do të flasim për punët kryesore që presin kuvendin e Kosovës në legjislaturën e ardhshme. Një ndër to po vlerësohet se është plotësim ndryshimi i ligjit për paga në sektorin publik. Për diçka të tillë diskutoi sot IKD-ja në një organizim gjatë ditës ku përmend një vlerë prej 36 milionë euro dëm nëse nuk ndodh kjo punë. A është urgjencë në fillim të këtij mandati që pritet ta marrin deputetët? Vetë mos respektimi ose neglizhimi i aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese nuk përbën vetëm urgjencë për të procedu tutje për ta evituat shkelje, mirë po realisht kjo i bën dëm demokracisë, i bën dëm sëndimit të kushtetutës në Republikën e Kosovës dhe kjo çështje realisht është dashur që të respektohet e të ndryshohet në afatin e përcaktuar nga gjykata kushtetuese, jo të pritet deri tash në mënyrë që t'i kemi edhe problemet e tjera përcjellëse. Tash po e bëjmë një përmbledhje ashtu kronologjike të këtij rasti, i cili rast ka qenë një praktike e re në Republikën e Kosovës, ku deri me 5 shkurt të vitit 2023 kishte qenë në fuqi ligji për pagat në sektorin publik, i cili pagat të punësuarve në sektorin publik kanë qenë të rregulluara pra me ligjin për pagat e nëpunësve civil. Ndërsa ligji për pagat e nëpunësve civil krahas të tjerave rregullonte edhe çështjen e shtesave të pagës së përvojës së punës realisht, ku për secilin nëpunës të shërbimit civil kishte rregulluar atë shtesën me një vlerë prej 0.5%. Ndërsa me miratimin e ligjit të ri, i cili me hyrjen në fuqi realisht të ligjit për pagat në sektorin publik me 5 shkurt 2023, atëherë përqindja shtesë mbi përvojën e punës këto kishte ndryshuar në lidhje me ligjin paraprak, ku parashihej që për nëpunësit civil, të cilët kanë përvojë pune prej 1 deri në 15 vite, atëherë paga ose shtesa, realisht shtesa që do të marrin ata shërbys civil, do të jetë 0.25%, ndërsa për ata që kanë mbi 15 vite përvojë pune, shtesa nuk ndryshonte, domethënë mbetet me 0.5%. Dhe kjo i përfshin 90.000 zyrtarë publik? Po, kjo realisht aktualisht i përfshin mbi 90.000 zyrtarë publik, të cilët preken nga ky ndryshim i ligjit. Mirë po, kështu ligji i ri për pagat e ka ruajt përqindjen e pagesës pra të përvojës së punës për 15 vitet, domethënë pas 15 vite, por e ka zvoglu në prej 1 deri në 15 vite. Kështu që ligji kujtojmë që ishte i sponsorizuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, gjë që e bën përveç patjetër, gjë që e bën përgjegjëse përveç kuvendit edhe Qeverinë e Republikës së Kosovës. Me kërkesë pra të Institutit të Kosovës për drejtësi, gjithashtu të 104 ankesave të tjera të sektorit publik, ankesave individuale, ankesave nga sindikatat, avokati i popullit e ka dërgu këtë ligj për të vlerësuar kushtetueshmërinë e tij në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese me të marrë këtë ligj për ta konsideruar, ka vërtetuar që për këtë azi me kushtetueshmërinë e këtij ligji dhe me aktgjykimin, gjykata kushtetuese ka vlerësuar se reduktimi i pagesës domethënë prej 0.5% në 0.25% është në kundërshtim me kushtetutën dhe nuk përbën nuk është domethënë në përshtatje me normën kushtetuese. E gjithashtu gjykata kushtetuese ka konstatuar se kjo ulje është në kundërshtim me kustetutën dhe përveç kustetutës edhe me Konventin Evropiane për të drejtat e njerëzit. Gjithashtu gjykata kushtetuese ka thënë që në lidhje me këtë ligj nuk ka ndonjë qëllim legjitim lidhje me këtë çështje, mirë po thjesht nuk ka nevojë të shqyrtohet pra proporcionaliteti siç ka qenë edhe një prej pretendimeve të kërkesës realisht të komenteve të lëvizjeve vendosje, kështu që ka vendosur që të hidhet poshtë dhe mos ta shfuqizoj këtë dispozit, mirë po të kërkojnë ndryshim lidhje me këtë dispozit, për arsye që shfuqizimi do të nënkuptonte që ne mbesim pa një dispozit, për arsye që ligji paraprak vetë se është shfuqizuar,
dhe kështu që gjykata kushtetuese ka propozuar që me ndryshu këtë ligj dhe A jeni optimist që cila do parti që vjen pushtet do ta bëj këtë në fillim të mandatit? Për këtë çështje e kemi mbajtur diskutimin dhe i patëm, domethënë mysafir të ftuar PDK-n dhe LDK-n. PDK-n dhe LDK-n dhe të dy ata ishin të zotuar që një ndër veprimet primare të tyre në legislaturën e radhës do të jetë iniciimi i ndryshimit të këtij ligji dhe rrjedhimisht pajtimi ose realisht të ketë ashtu një përshtatje të këtij ligji me aktgjykimin e Po, në këtë pikë të diskutimit është shumë e rëndësishme lëvizjave të vendosjes, çka menon dhe çka planifikon. Lidhe me lëvizjen e vendosje, realisht ne si monitorues të punës së kuvendit, ne presim nga secili deputet i Kuvendit Republikës së Kosovës që ta ketë me prioritet secilën çështje për të cilën gjykata kushtetuese ka thënë që është në kundërshtim me Kushtetutën dhe që ajo çështje të ndryshohet. Varësisht se çka është ajo, domethënë duke pas parasysh që jemi duke folë në lidhje me këtë ligj dhe me këtë dispozitë, atëherë patjetër që nuk duhet të ketë dallime me subjekteve politike, por duhet që detyrimisht e urgjentisht të ndryshohet për arsye që mosbatimi i aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese kontribon në një shtet jo demokratik, kontribon në një krizë të re politike, gjithashtu kontribon në një praktikë të re negative për të cilën praktikë duhet që secila parti të mundohet e ta ndërprejë. Veç mbas praktikave nuk presim dinamik në këtë, edhe nëse ka disponim me u bë plotësim ndryshimi, mund të marrë kohë. Realisht vlerësoj e besoj që këtu deputetët e Kuvendit Republikës së Kosovës duhet të ndjejnë obligim kushtetues, duhet të ndjejnë obligim moral ndaj aktit më të lartë juridik në vend, për arsye që nëse nuk respektohet akti juridik më i lartë në vend, atëherë këtu krijohet një krizë e re politike dhe krijohet ashtu një sabotim i aktit më të lartë juridik në vend që krijon një praktike precedent të ri negativ. Qartë, do të monitorojnë në vazhdimsi, edhe për këtë edhe për çështje tjera. Faleminderit shumë për sonte, Kolçi. Do të vazhdojmë të flasim